Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, për të sjellur pranë jush lajmet më të fundit, ngjarjet më të fundit dhe dinamikat më të fundit. Siç duket, intervista në Andale i hapi punë Dalinës. Rrëfimi që bëri Gjesti, më falni Egli, ndarjen me Gjestin, bëri një bujë shumë të madhe dhe me patjetër që do të krijohej një mekanizëm interesant. Andale është emisioni që në fakt kohën e fundit po ndiqet shumë, po klikohet shumë dhe po shkruhet për të shumë, ku kryesore është Egli Tako që ka folur për Gjestin. Por nga të gjitha informacionet që kam unë, dyshohet se edhe Gjesti do të jetë pjesë e intervistës dhe emisionit Andale. Në showbizin shqiptar, çdo lëvizje e personazheve të njohur kthehet në lajm. Çdo deklarat në titull kryesor dhe çdo heshtje në një mister që ushqen hamendësime të pafundme. Prej disa ditësh në qendër të vëmendjes është bërë Gjesti, partneri i dikurshëm i Egli Tako, emri të cilit po lakohet gjithnjë më shumë në lidhje me një intervistë që thuhet se do të ndodhë shumë shpejt. Burime të afërta kanë treguar se Gjesti është duke menduar seriozisht të dalë publikisht për të folur mbi situatën e krijuar pas ndarjes me Eglin, ndarje e cila u pranua nga vetë këngëtarja në një intervistë të dhënë në emisionin Andale të gazetares së njohur Dalina Buzi. Intervista e Eglit solli shumë surpriza për publikun, pasi për herë të parë ajo e pranoi hapur fundin e marrëdhënies së saj, pa ofendime, pa akuza direkte, por duke e bërë të qartë se historia e tyre kishte përfunduar. Do me thënë çdo gjë në këtë mes kishte marrur fund. Tani, kemi informacione që Gjesti do t'jetë në intervistë në Andale, do t'jetë i ftuar. Që në momentin e parë që kam biseduar me miqtë e mi për këtë ngjarje, ato kanë ngritur një lloj dyshimi se mos vallë kjo është krejtësisht një lojë e projektuar apo një formë marketingu, se si Egli dhe Gjesti do të ngrejnë dhe do të sjellin në vëmendje veten e tyre. Nga që Egli dhe Gjesti realisht po të bëjmë analizën, u shfaqën pothuajse në të njëjtën kohë. Pikërisht kjo dalja e saj solli një sër reagimesh dhe komentesh në rrjet. Do me thënë dalja e Eglit në intervistë solli një dinamik të madhe, duke lënë të kuptohej se publiku ishte jetur të dëgjonte edhe versionin e Gjestit. Deri më tani ai ka preferuar të qëndrojë në heshtje, duke mos reaguar as me deklarata zyrtare, por as me postime të drejt për drejta në rrjetet sociale, edhe pse do me thënë postime pati në story ai, në momentin që Egli do të dilte në intervistë, ai e goditi, duke i quajtur Eglin një gocë e cila në këtë rast shiste mend, dhe pikërisht ato story të postuara në atë moment normalisht që i adresohen Eglit, edhe nëse ne nuk dëshirojmë që ta besojmë. Mirë po, zërat që qarkullojnë thonë se kjo heshtje e Eglit, e Gjestit më falni, nuk do të zjas shumë. Sipas thashë themeve, Gjesti mund të jetë i ftuari i radhës në Andale, një emision që në pak kohë ka arritur të marrë një peshë të madhe në tregun mediatik, fal pyetjeve të drejt për drejta të Dalina Buzit dhe ekskluzivitete që ajo arrin të sjellë. Nëse ndodh kjo gjë, atëherë Dalina do të arrinte në një tjetër goditje të fortë mediatike, duke sjellë përballë audiencës edhe versionin e një historie që deri tani është rrëfyer vetëm nga njëra palë, në fakt vetëm nga ana e Eglit, edhe pse Egli tha që unë nuk konsideroj në telefon numrin e Gjestit, por gjithsesi do me thënë dyshimet janë shumë të mëdha. Publiku pyet me të drejtë, çfarë do të thotë Gjesti? A do të flasë me të njëjtin ton të qetë dhe të kujdesshëm si Egli gjithmonë nëse del në intervistë Dalina, ndërsa ne kemi informacione që do të del, apo do të zgjedhë të sjellë detaje të pathëna
duke i dhënë kështu një tjetër drejtim gjithë debatit të madh publik. Nuk mungojnë as zëra që thonë se ai mund të përdorë intervistën për të sqaruar disa aludime që qarkullojnë prej kohësh, ndërsa të tjerët besojnë se gjesti nuk do të hyjë në polemika të këtilla, por do të përpiqet të mbajë një qëndrim neutral për të mos e përkeqësuar në asnjë mënyrë situatën. Dalina Buzi, e njohur për kurajon e saj në pyetje dhe për aftësinë që ka për të nxjerrë rrëfime të forta nga të ftuarit, duket se po përgatitet për një tjetër ekskluzivitet. Intervista me Eglin i dha asaj një sukses të dukshëm në audiencë dhe në reagimet publike, dhe nëse arrin të sjellë edhe gjestin, atëherë andale do të vendoset edhe më fort në qendër të vëmendjes. Në fakt e përgëzoi Dalinën për zjuarsinë dhe për intuitën dhe për mënyrën se si në fakt arrin t'i bëjë gjërat. Nga ana tjetër, edhe dinamika mes dy ish partnerëve është diçka që intrigon publikun, edhe pse Egli në intervistën e saj nuk e sulmoi as për gjestin, duke ruajtur një qëndrim të butë. Gjithsesi, pranimi i ndarjes përpara publikut ishte një hap shumë i madh. Pyetja që lind është kjo: si do ta merr këtë gjesti? A do të jetë intervista e tij një kundërpërgjigje drejt për drejt, apo një shpjegim i qetë për arsyet që çuan në fundin e kësaj historie? Burimet tregojnë se interesimi i publikut për këtë intervistë është i jashtëzakonshëm. Vetëm përmendja e mundësisë që gjesti do të shfaqet në andale ka mjaftuar për të ndezur rrjetet sociale me komente, hamendësime dhe pritshmëri. Shumë shohin në këtë një përballje indirekte mes dy ish partnerëve në të njëjtin ekran, ndonse në momentet të ndryshme. Një gjë është e sigurt. Çdo fjalë që do të thotë gjesti, nëse vërtet vendos të dalë publikisht, do të analizohet dhe do të bëhet lajm. Çdo detaj i ri do të kthehet në tituj bombastik dhe çdo shprehje e tij do të diskutohet gjërësisht nga ndjekësit. Për momentin gjithçka mbetet në nivel thashë themesh. Por, nëse lajmet që qarkullojnë janë të vërteta, atëherë shumë shpejt do të jemi dëshmitar të një tjetër momenti të bujshëm në mediat shqiptare. Publiku është duke pritur me shumë kureshje. Tani topi është në fushën e gjestit. Do të thyej ai heshtjen apo do të zgjedh të ruaj privatësinë, duke mos u përfshirë në lojën e deklaratave publike. Në fakt, kjo është një pikpyetje shumë e madhe që po ndodhen mes gjestit edhe Eglit. Besoj që gjesti duhet patjetër të del të flet versionin e tij, ndërsa Egli më duk shumë e qetë. Publiku është në pikpyetje, mos vallë kjo është një lojë që këto po përdorin apo një mekanizëm marketingu, por gjithsesi gjëra do t'i shohim në vazhdim.